Studentët e Universitetit Luiç Gorakuqi shkëlqyen me shfaqjen teatr poetik përmes vargjeve të Migjenit, Martin Camajt dhe Ershi Pipës. Pas muajsh punë të palodhur, prova krijim e pasion, ky projekt u kurorëzua me një rezultat që mori duart trokitje të shumta dhe emocionoi publikun e pranishëm. Në skenë u sollën tema si lashtësia dhe zakoni, peizazhi trisht algorik, plagot sociale, mërgimi, identiteti kulturor dhe ironia filozofike e poetike. Të gjitha këto interpretuan me finesë nga studentët e Universitetit të Shkodrës. Ishte një emocion shumë i madh realisht, sepse është një teatr poetik dhe siç e keni parë vetë ka një shumëllojshmëri ndjesinash. Çka ka të bëjë me skenën, unë e përjetoj dy fish më tepër. Jo, nuk është hera e parë, kam provuar edhe me herë të tjera, por shumë pak me teatrin poetik. Sonte ishte një natë magjike, ishte vërtet një emocion i rrallë që mund të përjetojmë nga këto tri poetë, siç janë Mixheni, Camaj edhe Pipa. Tre poetë shkodran të cilët me artin e tyre të shkruar afrojnë magjinë në çdo kohë. Magjike. Unë ka çdi me thonë, fjala magjike besoj se i përmlell të tona. Ishte një mrekulli, kam pas shumë emocione, nuk është se kam fort emocione kur dal në skenë, por sot kam kanë të drill edhe mezi që po prisha momentin për me marrë edhe duart trokitjet, për me marrë edhe komentet e publikut, sepse gjithçka ishte e bukur edhe magjike. Shumë emocione, sepse nuk prishim që po mushet salla, po kjo mushet salla dhe më thonë alla një emocion tjepër, po kanë kënë emocione përvu me ma parë, hera parë në këtë shkallë dhe me pjesëtar të universitetit, parë ishte me tama një shfaqje shumë e bukur për faktin që edhe mesazhi që u sjell ishte një mesazh që ndoshta duhet sillej, sidomos këtë kohë. Libreti i këtij projekti artistik u konceptua nga pedagogu i Departamentit të Letërsisë Gëzim Puka me përgjegjësin Arben Prendi. Sonte ne kurorëzuam këtë projekt kaq të impenjativ, që ka qenë shumë i vështirë për arsye se ne kemi ndjek një proces të gjatë provash gjithë të periudhë dhe me të vërtetë jam i kënaqur sepse në bëritëm aty ku kemi pas dëshirë dhe kemi pas pritshmëritë tona që në fillim. Vargjet e këtyre poetëve të vyer të letërsisë shqipe erdhën të interpretuar edhe nga aktori i teatrit Migjeni Astrid Fani. Shumica këtyre studentëve janë e ardhur nga teatri i Migjenit. E tham po frikë, sepse të interpretosh me këtë ndjej poezinë, do të thotë të interpretosh mirë. Po kjo lloj gëgnishtet e levruar nga ata dhe e interpretuar nga këta tri krijon një buqet të jashtëzakonshme të gëgnishtes. Është një mrekulli. Të pranishëm ishin rektori Tunin Gjuraj së bashku me student, pedagog dhe ardashës të shumtë. Ky projekt shënoi një bashkëpunim me vlera ndërmjet universitetit dhe teatrit Migjeni.